Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Rina Ajdari ka reaguar ndaj zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Hiseni dhe zëvendës kryeministrit Bekim Sali, duke i akuzuar për maltretim dhe pengim të studentëve nga Shqipëria për të marrë pjesë në protestën studentore në Shkup. Të nderuar qytetar, sot dalim para jush me shqetësim serioz, por edhe me vendosmëri të plot për të mbrojtur një të drejtë elementare demokratike, të drejtën e qytetarëve për protestë dhe shprehje të lirë. Ngjarjet e djeshme treguan fytyrën e vërtetë të këtij pushteti, frikë nga studentët, frikë nga pakënaqësia qytetare dhe frikë nga çdo zë që nuk mund ta kontrollojnë. Dje studentë dhe të rinj dolën në protestë në mënyrë të qetë, dinjitoze dhe pa asnjë provokim apo incident. Ata njoftuan publikisht, respektuan procedurat dhe ushtruan të drejtën e tyre kushtetuese ashtu siç e garanton Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Por ajo që pasoi është skandaloze dhe e papranueshme për një shtet që pretendon se është demokratik. Studentë të cilët ishin nisur për të ardhur në Shkup nga të gjitha trevat e Maqedonisë, edhe studentë që vinin nga Shqipëria dhe nga Kosova janë penguar të marrin pjesë në protestë. Pengime ka pasur edhe në pika tjera kufitare, të cilat Kushtetuta është e qartë. Neni 21 përcakton, qytetarët kanë të drejtë të tubohen në mënyrë kaqësore dhe të shprehin protestë publike pa paralajmërim paraprak dhe pa leje të posaçme. Ushtrimi i kësaj të drejte mund të kufizohet vetëm në kushte lufte ose gjendje të jashtëzakonshme. Dje nuk kishte gjendje lufte, nuk kishte as gjendje të jashtëzakonshme, kishte vetëm një pushtet që është në panik nga qytetarët e vet dhe nga zëri i studentëve. Ne i mbështesim publikisht studentët sepse është evidente se ky pushtet po i diskriminon, po i pengon dhe po sillet me arrogancë ndaj tyre. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Opinioni publik meriton përgjigje të qarta, kush dha urdhër për ndalimin e studentëve dhe mbi çfarë baze ligjore u pengua protesta. Kërkojmë gjithashtu identifikim dhe përgjegjësi për çdo person dhe institucion që ka marrë pjesë në kufizimin e të drejtave kushtetuese të studentëve. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes në momentet kur qytetarët presin qëndrim dhe përgjegjësi. Në kohë tensionesh, pakënaqësish dhe reagimesh publike, ai nuk shihet askund, as në institucione, as para qytetarëve, as në opinion. Funksioni publik nuk është privilegj për t'u zhdukur nga skena kur situata bëhet shumë serioze. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Hiseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vunë nën presion policor. Mesazhi ynë për studentët është i qartë. Nuk jeni vetëm. Dje treguat guxim, dinjitet dhe kulturë demokratike. Treguat se demokracia nuk mbrohet me heshtje, por me zë qytetar. Ndërsa mesazhi ynë për pushtetin është po aq i qartë. Liria e protestës nuk është privilegj që qeveria e jep ose e merr sipas dëshirës. Ajo është e drejtë kushtetuese dhe askush nuk ka të drejtë ta kufizojë ose ta keqpërdorë. Nuk ekziston demokraci funksionale kur studentët ndalohen në kufi, kur protestat pengohen dhe kur pushteti sillet sikur zëri kritik është armik i shtetit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian do të ndjekë këtë rast deri në fund në kuvend para opinionit dhe para të gjitha institucioneve kompetente. Demokracia nuk mbrohet me friksim dhe presion, demokracia mbrohet me përgjegjësi.